ta përmbyllur programin, do të ndajmë disa informacione që besoj për shumë për ju, që ndoshta edhe përdorni aksin Vor-Durrës do të jenë me shumë vlerë, ndoshta edhe për të kuptuar pak më shumë se si do duhet veproni, sepse tashmë ka një njoftim që rruga do t'i nënshtrohet ristrukturimit dhe asfalti do t'jetë në proces ndërtuese. Nuk i dihet se sa do të zgjas, pra është thënë se do të ketë një periudhë kohore në varësi edhe të ecurisë që do të kenë punimet. Megjithatë ne do mundohemi të japim pak më shumë dritë gjitha informacioneve për segmentet që do të ketë në ristrukturim pra kjo rrugë me përgjegjësinë e sektorit të menaxhimit të projekteve Gëzim Noni, i cili është në këtë moment me gazetarin ton Esido Barka. I themi mirëmëngjes të dyve. Përshëndetje sërish Brekena dhe Flori, pikërisht jemi vendosur në fakt në hyrjet autostradës Tiranë-Durrës, atë që njihet si mbikalimi i kthesës së Kamzës në fakt, për të folur në lidhje me punimet që të pritën të realizohen nga autoriteti rrugor shqiptar, pikërisht në autostradën Tiranë-Durrës, në fakt e konsideruar si një nyje dhe një aks tepër i rëndësishëm, pasi është rruga që lidh veriun me jugun e vendit. Zoti Noni, përshëndetje dhe faleminderit që u bë pjesë e misionit live në mëngjes, sa i takon punimet në fakt që po kryhen nga RSH. Cilat do të jenë ato pjesë të autostradës, e cilat do të bllokohen dhe sa do të zgjasin këto punime? Pra, si që thatë edhe ju, sot ka filluar ndërhyrjet për riparimin e shtresave asfaltike në segmentin Vor-Ura e Dajlanit, e cila për hir të vërtetës kohët e fundit është bërë problematike për përdoruesit e rrugës. Kjo ndërhyrje është e konceptuar që të bëhet me segmente ku për të mirë të përdoruesve të rrugës është ndarë në 4 pjesë për të qenë më fleksibël për punën e trafikut. Do të jetë 4 pjesë në njërin sens kur shkojmë për në Durrës, edhe gjatë kthimit në 4 pjesë është e njëjta gjë. Në fillim do të mbaroj rikonstruksioni i njërës anë, pra nga Vora deri tek Ura e Dajlanit, dhe pastaj në kthim pjesa tjetër. Kjo është konceptuar, si që thash, në 4 faza, ku çdo fazë, çdo segment presupozohet që të ndërhyet 1 deri në 2 ditë në varësi të ritmit të punës për të bërë sa më shpejt efektive. E gjithë si procedurë sa do zgjasi, kur do të lejohet qarkullimi plot i automjeteve? Tani me kuptohet mendimin e policisë rrugore, ne kemi menduar këtë gjë që gjithë kjo ndërhyrje të jetë të zgjasë mesatarisht një javë njëra anë dhe një javë kuptohet ana tjetër. Pra, ne pretendojmë që për 2 javë ta përmbyllim gjithë këtë proces, edhe pse është pak e shtrënguar për punën e trafikut dhe përdoruesve të rrugës. Zoti Noni, në fakt kemi parë disa herë që janë kryer punime në autostradën Tiranë-Durrës. Pra, konkretisht në këto punime flasim për arnime ose le të themi menaxhimin e gropave që janë krijuar, apo do të ketë një shtresë të re të asfaltit? Jo, nuk është ndërhyrje riparimi, pra është një riveshje totale dhe një ndërhyrje në nën shtresa në pjesët ku ajo është aktualisht e dëmtuar. Pra është një ndërhyrje më e thellë, po themi një ndërhyrje në thellësi të saj, atje ku ka probleme. Shpeshherë kur janë bërë ndërhyrje në për rrugët, mungesë ose le të themi problematik për udhëtarët kanë qenë mungesa rrugëve alternative, cilat janë udhëzimet e autoritetit rrugor, cilat akse do të përdorin qytetarët për të evituar dhe bllokimin e trafikut për të arritur në destinacion. Në këtë rast, në bashkëpunim me policinë rrugore është menduar si rrugë alternative, pra do jetë nga Vora, Maminas, ka të rrugë të Shijakut dhe Durrës që do shfrytëzohet si rrugë alternative. Kuptohet, kjo gjë është shumë e sforcuar, por pretendojmë që me këtë lloj organizimi ta përmbyllim sa më shpejt që të jetë mundur këtë gjë. Se mund të përdoreshin edhe rruga ekzistuese duke ndarë në 2 segmente vajtje-ardhje, njërin sens, por do të ishte kozjatja mund të ishte pak më e madhe dhe mund të ishte pra për të përngushtuar kohën e realizimit punimeve. Zoti Noni, pak metra larg nesh në fakt për disa kohësh kanë nisur dhe punimi për zgjerimin e autostradës, të paktën në fazën e parë, zgjerimi i autostradës Tiranë-Durrës, kur pritën finalizohen këto punime, në fakt punimet e cilat kanë sjell rëndesë në qarkullimin rrugor, apo jo? Është e vërtet, jemi të vetëdijshëm për këtë gjë, por me ritmin e tyre ne pretendojmë që gjatë këtij viti të jetë e hapur për trafikun. Pra punimet të kenë përfunduar dhe të jetë e hapur për trafikun. Parashikohen me pas ndërhyrje në segmentet e tjera të autostradës? Pra përveç 2 pjesëve të para të cilët janë në zhvillim e sipër, ka përfunduar procedura dhe për fillimin e një fazë e një loti tjetër, e cila nuk kupton lidhjen e këtij aksi deri tek nyja e Kasharit. është konsideruar nga autoriteti rrugor në fakt si segmenti më problematik për trafikun, cilat do të jenë lehtësimet që pritën të sjellë pikërisht zgjerimi i autostradës.
po duke e bërë funksional këtë segment deri te mbikalimin Yjes Kashaj, do të thotë që do të jetë një lehtësi për trafikun, sepse aty kemi edhe një shpërndarje të trafikut dhe mendojmë që do të funksionojë shumë më mirë. E qartë, sa i takon projekteve të tjera, në fakt që pritën përmirësojnë dhe infrastrukturën rrugore, cilat janë punimet ku pritën të nisen së shpejti nga autoriteti rrugor shqiptar. Natyrisht që ka disa që pritet të fillojnë, ashtu siç është bërë ditur dhe nga programi i qeverisë i shpallur kohët e fundit. Pra, por janë në procedura, në zhvillim procedurash dhe së shpejti një pjesë e tyre janë bërë efektive, të cilët janë në zhvillim e sipër. Në fakt, një rrugë tjetër ku ka nisur të paktën punimet ka qenë dhe rruga një orë si zona e Ndroqit, pikërisht një aks që lidh Tiranën me Durrësin. Do të sillte përmirësim, le të themi, në trafik përdorimi kësaj rruge nëse do të ketë një infrastrukturë më të mirë, parashikohen ndërhyrje edhe në këtë aks? Po normal atje është në zhvillim një lot i saj, i cili është duke u punuar, punimet janë në vazhdim e sipër dhe cilët pretendohet që në pranverën e vitit të ardhshëm pjesa e parë e tij të ketë përfunduar, i cili normalisht do të ketë dhe faza të tjera për vazhdimin. Nuk e di Flori dhe Berkena nëse keni pyetje nga studio. Besoj që ishin ezauruese sido, kështu që po ju falenderojmë të dyve për gjitha informacionet që përcollët në studio dhe shpresoj që të kenë qenë utilitare për të gjithë ata që na ndoqën. Faleminderit dhe sido, punë të mbarë.